Qa duhet me bo kur të vi koha votimit, sepse nuk kemi kohë të rrimë vënd, e le më të shkojmë brapa, kështu që bashkë me të madhin, numrin 5, edhe Shqipëria shkoj sa më parë, ju dua. Dibra! Mo epi. Say best. Dibra! O kush ka zemrën, Dibra e vogële, o veç një emër, zemër e kam, e din krejt bota. Edhe njerë bashkë. Kush ka zemrën, o sa këto male, Dibra e vogële, Dibra e madhe, o veç një emër, zemër e kam, e din krejt bota, se jemi më të mirët Dibra. Hajde shkojmë bravo! Hey, 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 hey. Edhe njerë bash. O kush ka zemrën, Dibra e vo, Dibra, o veç një emër, zemër e kam, e dini madhja dirama, se jemi më të mirët. Falemderit, falemderit nga zemra, falemderit. Edhe dhe kushëririm Nojzi nuk duhet shkojmë mbrapa, votojmë 5-ën për pashaportën europiane. As nuk duhet diskutim. Tani, Zoti Edi Rama, ne jam këtu me bashkë këndojmë me këta, do këndojmë për 12.000 ushtarët turq që ranë këtu në fushën e Gjoricës. Do më lënë pak vend, ne do ulemi. Labeno. Hej, hej. Malo kujano këto malet, e di i bërës valo kujano këto malet, e ti bërës. E valo kujano këto malet, e ti i bërës bajno kuveno, morena te fushot gjori, i cës bajno kuveno, morena te fushot Gjoricës. Këtu në fushë Gjoricës ku jemi sot, e në fushot Gjoricës, oh mor ke kala, aja hajre din pashën që ka gjeto bela, aja hajre din pashën që ka gjeto belaja. Avo Dibra! Ose belaja pashën që ka gjete malet e Dibrës, more kanë li dhunë be, e se malet e Dibrës, more kanë li dhunë be se. E ka janë lidhë besën, e kanë lidhot ta, ane turi ku të Dibrën, o mos me jala, ane turi ku të Dibrën, numri 5 do votojme! Bravo! Hej,
hej, po i bjenera, o more, te ze, e za vino, prej malit, moro bre, za bre, e za onaka, shkelo, more hasmio, ketera. Hajde, hajde! Hej, hej, triven malet, jo nuk tu, në në ku, u latën lok të burë niso, more po ma, të në ku, u ratë se, lëshojmë plamën, more pa indru, e kësullat. Olshon korabio, kure shkrepao, po i kënon e tio, kongët e veta, kanë hypë shqipeto, në përkreshta, në përkreshta, e ka dale ha, se këtu ka burrao, na kënojnë pushkëto, në përkulla, o ta shtrojmë venino, pëllam e pëllu, pa o pëllam e pëlluma. Votojmë numrin 5, ecim drejt pashaportës europiane. Falenderit Ibrahime, falenderit gjithë. Rujti madhi sot. Falenderit. Sukses. Malet e Dibrës bajnë kuvendon fush Gjoricës. Malet e Dibrës o kanë lidh besën, edhe kjo besë na ka sjell gjithve këtu sot. Kjo legjend e popullit të Dibrës për dhënë besën, na solli këtu për të përsëritur besën se Dibranët, Matjanët, Bulqizakët e banorët e Klosit do të votojnë pesën, do të votojnë Edi Ramën, do të votojnë Partinë Socialiste. Ne japim besën se s'do ta lëmë më flamurin e Partisë Socialiste mos valdizdet në këto toka. Një legjend tjetër e jetuar na ka sjellë këtu. Është rruga e Arbrit. Një legjend e menduar prej 100 vjet, për 100 vjetësh, e premtuar për 35 vjetësh, për ama vetëm këtu, ajo është realitet. Dhe ne tani e jetojmë këtë legjend të kohëve moderne. Këto dy legjenda nuk ishin si mos mblidheshin bukur, këtu në këtë pllaj, në këtë fushë që gjithë Shqipëria di, fushën e Gjoricës, ajo na solli këtu, për t'i bërë bashkë edhe për të vendosur. Ne duam që ne, që bëjmë fushat për Partinë Socialiste, Danieli, Agroni, Murati, Toni, Zyshvali, Alma dhe unë, premtojmë nga kjo fushë, se do të bëjmë çdo gjë për të pasur mundësinë që në këto zgjedhje jo vetëm të fitojmë, por të krijojmë një legjend të re, një legjend të re në politikën shqiptare. Ashtu siç e kemi thënë shprehen tonë, 4-1 s'ka bo vaki, nga Burreli në Peshkopi. Kjo është legjenda e re. Ne po kalojmë çdo ditë një fushat mrekullueshme. Një fushat që ne na bën me fat, se bëjmë fushat në këtë qark, ku i gjithë qarku është kthyer një kantier ndërtimi, kudo ka një projekt për të realizuar, kudo ka një punë për të bërë, kudo ka një ëndër që është realizuar apo një ëndër që kërkon të realizohet. Po të gjitha këto do të realizohen vetëm po ne
fitohem, bashkohem me fitoren e Partisë Socialiste. I japim një leksion gjërë gjithë politikës, se aty ku investohet, aty ku përkujdeset, aty ku i shërbehet qytetarve, dhe vota është maksimale. Legjenda 4-1 do zbatohet tu, sepse është përkujdesur shumë nga qeverisja e Partisë Socialiste për gjithë popullin tonë. Kjo fushat, padyshim ka qenë shumë intensive. Po kjo javë që ka ngelur, është java determinante, ku ne duhet shkojmë shpi, të shkojmë dhe të fitojmë, në respekt të sakrificës 35 vjeçare socialistëve Dibran, që duan të shikojnë që për herë të parë Dibra të bëhet me gjyrën e Partisë Socialiste. Të punojmë fort në këtë javë, në respekt të gjithë atyre çfarë është bërë dhe investuar në këtë zonë. Të punojmë fort në këtë javë, të punojmë kudo, për të dhënë besën për fitoren e Partisë Socialiste, për të dhënë besën për krenarinë e Dibrës, për të dhënë besën që t'jemi dhe ne një popull i cili meriton gjithmonë më shumë. Prandaj nderuar miqtë e mi, kjo javë që ka ngelur do na shikoj kudo që t'jemi, dhe për këtë arsye unë ftoj të 7 kolegët e mi, të cilët do duan të përshëndesin këto pjesëmarrës në këtë aktivitet. Agroni, Morati, Danieli, Tani, Alma dhe Zyshvali. E fillojmë me zonjat. Mirdita Fushë Gjoricës, ka zbrit Reçi, Dardha, Luznia, Muhuri, 4 grykët, gryk e vogël, gryk e madhe dhe Bulqiza, 9 malet janë ullë në këtë logë sot. Falemderit kryeministër për çfarë prezantove në mat, janë arritje që të gjithi kemi prekur dhe falemderit për çfarë do të bësh pas 12 majit. Dibra është me besë për 5. Falemderit zonja Belinda Balluku, me zemër na deshe dhe të kemi në zemër. Falemderit Blendi Klosi, fushat model po ndjekim dhe do ta bëjmë 4-1 qarkun Dibër. Me besë për 5 në zemër. Përshëndetje Gjorica ime. Në radh parë duhet t'i urojmë mirëseardhjen kryeministrit ton me një tërkitje shumë të flak. Në këto zgjedhje ne Dibranët kemi 2 zgjedhje për të bërë. Një parti që lufton për një njeri, për interesat e një njeriu, dhe një parti që lufton për interesat e popullit. Punon për ne dhe na bën që të ecim përpara. Dibra e ka bërë zgjedhjen, është Partia Socialiste. Rinia e Dibrës e ka bërë zgjedhjen, është Partia Socialiste. Njëmbëdhjetë maji është data që ne do të vendosim të ardhmen tonë. Dhe Dibranët me 11 maj do të votojnë të gjithë Partinë Socialiste. Shumë faleminderit gjithëve, votojmë gjithë numrin 5. Përshëndetje bashkëqytetar të qarkut Dibër. Shef Klosi, me qa shumë kështu, 4 nishi nuk diskutohet, apo ta bëjmë 5? Nuk mjaftojnë, nuk më shumë. Ma shumë, fort! I nderuar zotë kryeministër, realisht sot nuk jam thjesht si kandidat, por jam dhe si biri kësaj zone që ndjek me çdo hap çdo sfidë, çdo ëndër për të ardhmen e Dibrës. Të dashur miq, edhe 9 ditë na kanë met nga votimet. Mirë, ka diçka. Votimet nuk janë vetëm thjesht politike.
Votimet janë për ato që punojnë, për ato që ndërtojnë, jo për ato kënetën që vëtë din të shajnë, s'din asnjë gjë tjetër. Jam për ato që ndërtojnë Shqipërinë, jam për ato që punojnë për fëmijët tanë. Prandaj Dibra meriton më shumë, Qarku Dibra meriton më shumë. Me Parti Socialiste dhe Edi Ramën, duke falendëruar me votën, duke falendëruar që votojmë me numrin 5 dhe që të fush ta bëjmë 4 meri me 5-5, jo si për i thonë fush, po qorice kuqe që Partia Socialiste bëhet histori në këtë vend. Faleminderit shumë dhe Allahu bekoft. Bela do na bashkohesh. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit kryeministër për rrugën e Arbrit. Faleminderit për mbështetjen që i dhe Qarku Dibër. Një mbështetje që ne kur se kemi pas më parë. Unë që vi nga pushteti lokal do të kap vetëm një moment. Bashkit e atyre që ne sot kemi përballë ishin kthy në një streh të pavëve, të njerëzve që dembel, të skutave, të militantëve politik. Ju i dhat me të vërtet një zhvillim, i dhat një forcë bashkive dhe sot ne kemi kthy besimin ke qytetarët në shërbime dhe në gjithçka. Unë mendoj se Dibranët dhe Matjanët do t'jenë mirënjohës me datën 11 maj. Do t'jenë mirënjohës sepse këtu është lidh besa dhe ky qark ka dhënë se besën e ka shumë shenjë. Ndaj fitoren 11 maj dhe fitoret në gjithë Qarkun Dibër. Votoni 5. Tane. Përshëndetje të gjithëve, nderuar zoti kryeministër. Ashtu siç që në kohët më të vështira të Dibrës, 9 male të ranë këtu ku jemi sot. Dhe me të vërtet, ato në ato ditë vështira vendosën fatin e Dibrës. Dhe sot kjo fushë që nga aq e bukur, sa që nuk mundet më. Kështu që gëzuar gjithëve. Dibrën në atë vepër madhështore afrove dhe e bërë lagje Tirana. Dhe ne Dibranët të jemi shumë mirënjohës dhe këtë mirënjohje ne e gjejmë te bashkëbisedimet me qytetarët çdo ditë. Dhe me të vërtet është një vepër gjigande të cilët Dibranët që janë në Tiranë kanë vazhduar të rregullojnë shtëpitë e tyre që janë këtu në Dibër. Sepse restorantet tashmë kanë filluar me pronotime 3 ditë përpara sepse nuk kanë vende. Dhe kur shkoni më herët, as 2 vet nuk i gjenim në agroturizmin e Dibrës. Dhe kjo është merit jashtëzakonshme e jotja. I referohem në burrë dhe 2 fjalë. Janë ca analistë të cilët thonë, jo po populli nuk e di pse më nxjerr fitues, jo po është budalla. Populli është i zgjuar, zoti kryeministër. Është shumë i zgjuar. Populli din që të vlerësoj ato punë të cilat ti ke premtuar dhe e realizova dhe sot i realizova dhe erdhe në Dibër nga kjo rrugë, nuk erdhe ta premtosh më. Dhe shkurtimisht për ta mbaruar, unë ju falenderoj dhe ju kërkoj që gjithsa jemi në këto ditë të ngelura, të endemi sepse kemi të gjithë drejtën e Zotit, të kërkojmë çdo votë për Partinë Socialiste për numrin 5, nga Ulza deri në Kalat Dodës dhe të nxjerrim atë legjendën aty. 4-1 skabova ki nga Burreli në Peshkopi. Gëzuar gjithëve. Ma e mira ndërnes Zhyzhvale. Faleminderit që vendi aq shumë e keni heshu këtë fushën e Gjoricës sa s'ka ku të shkoj më. Ju faleminderit të gjithëve për këtë prezencë kaq fantastike sot. Ju faleminderit për çdo mbështetje në çdo ditë gjatë kohës kur ne kemi qenë në një fushat model sikur më parë. Faleminderit gra dhe vajza, fuqia e Partisë Socialiste. Shumë faleminderit për mbështetjen tuaj. Faleminderit ju burra dhe djem model të Dibrës, që dini të punoni, të mbështesni familjen dhe t'jeni shembull kudo që të punoni, e kudo që jeni. Në emrin tuaj më lejoni të përshëndes kryeministrin dhe ta falenderoj me fjalë zemre.
Shumë faleminderit kryeministër për gjithë shka bëre për qarkun ton dhe shpresojmë e besojmë fort se do të bësh edhe më shumë për qarkun e Dibrës. Dibranës din të jenë falenderues, din të jenë mirënjohës. Faleminderit për gjithë shka. Ndaj, nisur nga kjo me plot besim, them që Dibra 4-1 do ta ketë pa diskutueshme. Do ta ketë sepse qarku i Dibrës kur më parë nuk ka parë këtë model rritje zhvillimi si që ka parë në këto vite qeverisjes Partisë Socialiste. Me besim të plot që qarku i Dibrës do të hyjë në rrugën e zhvillimit dhe të përparimit vetëm në ndretimin e kryeministrit Edi Rama të Partisë Socialiste. Dibra do të jetë 4-1, pa diskutim. Dibra do të jetë për Shqipërinë Europiane. Falenderim zemre nga Bali Aliti. Dhe tani, qoni, broristi. Stojmë pristin ton, drejtuesin ton, ato që na siguron mandatin e 4, ato që na siguron Bashkimin Europian. Edi Ramën. Përshëndetje të gjithëve dhe shumë respekt. Përshëndetje të gjithëve. Ju falenderoj shumë për këtë mikpritje fantastike, por kam diçka përpara sa them fjalët e mia, se duke pasardh shpesh për shkak detyrës në këtë zonë, e mësova, avash po e mësova që këtu është problem kur të rrej menja se i ke knaq Dibranët. Dhe e kisha fiksim që në rast se nuk do të përfundonte rruga e Arbrit deri ke shkallët e hotelit Astridit, Dibranët aty lartë në qytet do rrushin buzën e do thoshin, jo më se nuk është bo gjo akoma. Kështu që më vjen shumë mirë që sot edhe segmenti Maqellar Peshkopi është i përfunduar dhe përfundimisht nuk vi mon Dibër me thonë do bëjmë rrugën e Arbrit, do bëjmë tunel në Murrizi, do bëjmë dhe Maqellar Peshkopin, e keni nga hoteli Astridit deri në Tiranë, Plum Pushke dhe jeni lagje e Tiranës. Prandaj, për të qenë deri në fund këtu i vërtet me ju, unë dua që ta ndërpres fjalën, sepse vërtet kjo rrugë ka qenë fiksimi im, po pa dikë që i ka ndet mi kokë ditë natë dhe që ka qenë xhandar në të gjithë gjatësinë e rrugës, që qëllon tjetë dhe dikush që e ka ngrit peshë dhe për herë të parë e ka nxjerrë fituese në të gjitha bashkitë Partisë Socialiste, nuk doja dilnim dot që ta realizonim të gjithën kështu në kohë, me cilësi dhe me krenari. Kështu që dua t'ja jap fjalën përkohësisht dhe pastaj do ta rimarr prap Belindës. Nuk duhet ta them me zot lart që më keni munguar pa fund, se me mërzitet fjerje, por ju dua shumë dhe meritoni çdo të mirë.
Meritoni vëmendjen e Edi Ramës ashtu siç u ka dhënë nga dita parë. Meritoni që t'i keni rrugët, të keni shkollat, kopshtet, spitalet, të keni gjithë shka, sepse jeni njerëz punëtor, jeni njerëz të mençur dhe mbi të gjitha jeni njerëz të fjalës dhe të besës. Dibra ime, 11 maj është një faqe e re e historisë Shqipërisë. Dhe kësaj radhe e keni ju në dorë, besoj se e kuptoni se çfarë përgjegjësie e madhe është mbi ju e mbi mua. Kemi nisur një rrugtim bashkë këtu në 2022 dhe s'm keni zhgënjyer 2 herë. Dhe unë besoj që këtë radhë do ta nderoni Edi Ramën më shumë se kurrë. Ky është një kapitull i ri për historinë e Shqipërisë. Ky është një kapitull për Shqipërinë europiane. Këtu do të hapim një faqe 3, do të mbyllim tranzicionin e gjatë dhe do të kalojmë në një histori e cila i përket grave të vendumet Dibrës, i përket burrave të mençëm Dibrës, i përket fëmijëve që po rriten kudo, i përket intelektualëve Dibrës që janë kudo. Në datë 11 maj, këtu folëm për socialistët, por ne do flasim për të gjithë, për Dibranët, për Bulqizakët, për Klosianët edhe për Matjanët. Në datë 11 maj, drejtoni kutive të votimit, jo vetëm socialistët. Sepse Edi Rama është kryeministri shqiptarëve. Partia Socialiste sot drejton Shqipërinë dhe Shqipëria është e të gjithëve, është e të majtëve dhe të djathtëve. Dhe të djathtët kanë drejt të ndryshojnë mendje, sepse njerëz janë dhe ata. Si që ndryshun këtu në Dibër, apo jo tanë. Si që ndryshun dhe këtu në Dibër, dhe ata e kanë treguar që e njohin Edi Ramën për kryeministër të tyre, ata e kanë treguar se me votën e tyre na mbështetën ne socialistëve për të nxjerrë 4 kryetarë bashkie, për të nxjerrë 2 zonja mbi të gjitha. Ndaj bëjnë i thirrje të gjithë Dibranëve. Bëjnë i thirrje Matjanëve që të vinë gjithë në kutitë e votimit për të hetë votën e tyre, për të hetë majtës dhe djathës, ta hedhin për Dibrën, ta hedhin për Matin, për Klosin e për Bulqizën, ta hedhin për gjithë Shqipërinë, sepse fitoria fillon nga këtu. Ju do sillni 4 deputet në parlamentin shqiptar, ashtu siç i ka hije Fushës Gjoricës dhe Nëntmaleve. Ashtu si që ka hije çdo Dibrani që ta tundi një herë mirë këtë vend dhe t'i tregoj të gjithëve se ne dim të zgjedhim. Zgjedhim Shqipërinë europiane të 2030-s, zgjedhim Edi Ramën për kryeministër. Ju falenderoj nga zemra dhe ju dua shumë. Ftoj kryeministrin e shqiptarëve. Shumë faleminderit. Tashti siç e pat këtu sot bashkë me mua erdhi edhe Noizi. Por ju duhet ta dini që nuk ka ardhur në asnjë miting tjetër përveç atij të hapjes dhe sot nuk ka ardhur si këngëtar këtu. Se nuk këndoj as live, se kur kapi Noizi mikrofonin kishte fillu me kënu. Po ka ardhur për një arsye tjetër. Se i thosha unë, se jemi shok me Noizin, si 2 çuna problematik që jemi, e keni parasysh. I thosha unë, o Noiz, unë pa e bo atë Lamborghinin tatë, me shku, plum pushke, deri në Peshkopi, unë nuk e lej këtë punë. Edhe Noizi jo me helikopter, jo me drona, qonte drona me pak ku janë punimet, jo me ca makinat lodhura se kishte hallë se i thyej Lamborghini, edhe më shifte edhe më provokonte tipik njeri që
që kur ka dalë këtu nga barku nonës Bebe, ka marrë atë, e ke parasysh, e dini ju atë pjesën e Dibranit që ta udh knej, ti shef knej, e ke hongër anej. Edhe thoshte, mirë, ka hec, po, edhe rrite, po, ajo poja ishte me një fjallë Lamborghinin tim harroje se nuk e qoja ne. Ja ku e sot, Lamborghinin e ke aty, edhe pastaj ti do marrësh Lamborghinin, do shkosh në kryet karvanit, do jesh i pari, do futesh në peshkopi nga rruga Maqellarës, okej? Hajde, ka kërkes, qa kërkes e ke? E kam dhe i kërkes. Babi im ka lind me një fshat ane që quhet Lubalesh. A e ndihni ku Lubalesh? Ore, nga ura Shupenzës, është vetëm 2 kilometra pa shtruë, bërë. Ma shtroni dhe ato rrugën shkët shof gjyshit se ka malan atje në Lubalesh. A jena pa me shtu rrugën, apo jo? 2 kilometra janë. E kuptoni të shirë? Ha? I them Klosit, kujdes me atë 4-1-shin. Se Dibrana do rinë dhe menojnë, thëmë, po i tham 4 këtë herë, qa do na japin këto dhe qa mu t'i japin mo herës tjetër. Gjithsesi, se i vogël ti. Gjithsesi, unë them që me që nuk u prishëm për gjithat rrugën e Arbrit edhe me që nuk u prishëm as për gjithat tunelin e të mërshën Murizit, si kur i këshin artë gjithë gjindet e Dibër si ishin fut mren, mos penalon me kalu, nuk do prishëm për 2 kilometra, edhe kushti është ky, ne da bëjmë rrugën, por koncertin e vetë, albumin e vetë të ri, Noisy, do t'a prezentoj këtu ke kjo fusha këtu. Edhe do t'i bjeri këtu fansat nga gjithë Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, nga tjetë këtu, se rrugën e kanë, fushën e kanë, Dibrën e kanë, qartë dun më shumë, më rregull, jemi dakord? Edhe asaj rrugës do ja vejmë rruga Noizit, po do ja vejmë emrin rruga Noizit, dakord, kryetar? Dakord, festa dakord, do ja vesh me Këshill Bashkiak rruga Noizit, por do t'i vejmë goshda që mos shkojnë me shpejtësi makinat. Tashi unë nuk besoj se juve masi jeni mbledh tu dhe mas gjithë këtyre shpërthimeve të melodive, të energjive pozitive dhe festive, keni nerva të shqit dëgjoni i fjalim gjatë nga unë. Nuk ma hamenja dhe nuk jam duke e bëhat gabim. Por, dua t'ju them diçka të rëndësishme. Sepse shumë shpesh përdorin njerëzit një fjalë, nuk ja vlen me votu. Nuk ja vlen me votu se janë gjithë isoj. Mirë po ja që ky qark e ka provën që ja vlen që të shkema atë punë me votu se nuk janë të gjithë isoj. Se po t'ishin të gjithë isoj, do ishte sot edhe Dibra isoj, do ishte sot edhe Bulqiza isoj, do ishte sot dhe Klosi isoj, do ishte sot dhe Burreli isoj. Por nëse të gjitha këto bashki kanë ndryshuar sot si dita me natën, kjo ka ardhur nga fakti thjesht që nuk janë të gjithë njësoj dhe patjetër ka ardhur si rezultat i investimit të këtij populli me votën e vet tek forca e dur dhe tek njerëzit e dur. Qarë duhet i bëjnë më demokratët? Qarë duhet bëjnë më demokratët? Ma thoni, qarë duhet bëjnë më demokratët për atë partinë e tyre të kthyer në kënet? Ja kanë dhënë besimin sa herë këtu në Dibër, sa herë ja kanë dhënë, nuk mahet men. Dhe ja thash sot në Burrel, kur prezantova projektet që kemi bë, është shumë interesante. Ndërkohë që
Ndërkohë që Këneta ka hap gjithandej një legjend prej shumë vitesh, Edi Rama s'do veriun, Edi Rama s'është për veriun, Edi Rama nuk investon në veri. Shiko sa interesante është, nga investimet që kemi bërë në qarqet e veriut, qarqet më pak të investuara nga qeveritë e Kënetës janë pikërisht qarqet që i kanë dhënë më shumë besim. Dhe e dini kush është bashkia më pak e investuar nga të gjitha bashkitë e veriut? Tropoja. Ma shpjegoni do t'ju mu si shpjegohet kjo? Ja u them unë. Sepse është mentaliteti i të parit të tribus, jo i të parit të qytetarve, i të parit të tribus. I pari i tribus nuk duron dot që ta ngrej tribune vetë në pikën që pastaj njerëzit ta shohin atë si të barabartë. Dhe kjo është dhe arsyeja pse tek ajo Këneta, kush fitoi primare me votat e demokratëve është zhduk, e ka ngrënë bufi. Nuk ekziston në përlista. Ndërkohë që po të shikoni sot çfarë është bërë, se po e lë Mënjan rrugën e Arbrit, se nuk po e diskutoj më, se nuk di çat them, domethënë më çon një video ku bufi kishte ardhur tu dhe thoshte mu bë shumë qefi që mbaroj më në fund se ne e kishim bërë gati, po ata e vonun. A e kupton apo ja? Kështu që i them këto sepse sot ky qark nuk është më qarku, nuk është më një territor Shqipërie i shkëputur nga pjesa tjetër, që për të arritur deri këtu duhej të bëje një rrugë që ishte më e gjatë se sa për të nisë nga Tirana e për të shku deri në New York. Sot ky qark është pjesë e metropolit të Shqipërisë. Dhe 5 vite kohë keni. Dëgjoni këtë budallaj këtu. Kur thosha unë dikur që do ta bëjmë qarkun e Dibrës destinacion turistik, më shifshit e thoshit ky s'di qa flet. Unë po ju them që 5 vjet keni, të gjithë ju që jeni të lidhur drejt për drejt me këtë zonë, përpara se sa të gjitha qarë shikoni këtu prona, e qarë shikoni këtu hapësira zhvillimi, të bëhen të pa arritshme. Vlera e pronës, vlera e tokës, vlera e gjithë këtyre territoreve do t'jetë diçka që nuk mund imagjinohej deri dje. Dhe pasuritë e patundshme të Dibranëve do të marrë një vlerë të jashtëzakonshme. Dhe keni parasysh që kjo i ka ndodhur të gjitha vendeve kur hyn në Bashkimin Evropian, që vlera e pronës shumë fishohet për faktin sepse nuk jemi më një shtet tjetër në kufi me Bashkimin Evropian, po jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe siç u bashkua Dibra me Tiranën, do të bashkohet Shqipëria me Bashkimin Evropian. Dhe në atë moment është territori i përbashkët. Prandaj në këto 5 vite deri në 2030 do të shikoni që kjo zonë do të pësoj një nga transformimet më të mëdha që kanë pësuar zonat e Shqipërisë, dhe mos u çudisni fare që në fund kësaj dekade kjo zonë të numëroj 1 milion turistë. Mos u çudisni fare. S'keni fare pse çuditeni, sepse Berati, kur ne morëm detyrën, kishte midis 25 edhe 30.000 turistëve në vit. Vjet Berati e mbylli me 1 milion qarku. Kështu që t'jeni të sigurt që nuk është as pak çudi, përkundrazi, sepse kjo tani më është
pikërisht ajo që unë e kam ëndrru që e kam pa ditën e parë. Dhe e di shumë mirë Astridi, se unë shokët i kam, po, ata shokët që i kam shok gjithmonë i kam qyryk, e di shumë mirë Astridi që, po je qyryk të mirë. E di shumë mirë Astridi që ja kam thënë që atëhere, ky vend është jasteku i gjelbër i Tiranës. Tani, duke u thënë që vota vlen, duke u thënë që investimi i aq shumë dibranëve dhe dibranëve që u bashkuan në zgjedhjet e mëparshme dhe i dhanë 4 bashkit Partisë Socialiste, u kthye në një investim që solli kaq shumë pozitivitet për këtë zonë, është një mësim për çfarë duhet bërë në 11 maj. Për çfarë duhet bërë në 11 maj? Në 11 maj duhet ka përgjy kufiri i partive. Në 11 maj duhet bërë eksakt çfarë bën shqiptarët në 22 mars të 92-shit, kur ishin një palëzgjedhje për të vendosur për qeverinë e ardhshme, por ishin edhe i palëzgjedhje për të vendosur historinë e vendit, për të ndarë historinë e të shkuarës me historinë e të ardhmes. Dhe shumë më tepër se sa mbështetësit e Partisë Demokratike shkuan dhe votuan Partinë Demokratike. Jo se e donin Partinë Demokratike, por se ishte forca që gjendej në vendin e dur, në kohën e dur për ta ndarë historinë e Shqipërisë nga e shkuara, e errët dhe zynt e sistemit komunist në të ardhmen e sistemit demokratik. Në 11 maj duhet ndarë përsëri Shqipëria me BE-n në Europë brenda kësaj dekade. Shqiptarët qytetar të barabartë të Bashkimit Evropian, apo Shqipëria mbrapsh prap në grop dhe shqiptarët prap jashtë Europës, qytetar dorës dytë dhe të huaj në kontinentin ku janë një nga popujt më të vjetër dhe ku fati Zoti jeta e ka dashur që të jetojnë në mes të Europës. Kjo është zgjedhja e 11 majit. Dhe këtu nuk ka lidhje me sa e do Edi Ramën, sa se do Edi Ramën, a je i majt, a je i djath, apo qa tha Edi Rama për gjysmën e burrave. Nuk ka lidhje kjo. Madje, unë besoj që ajo që unë thash për gjysmën e burrave është testi më i mirë, se kush nuk e një vetën ashtu si thash unë, vjen voton numrin 5 edhe ka me certifikat që është burr i mençëm. Kush shkon edhe hudhet në kënet, pastaj quajni si doni, se ju ja gjeni emrat më bukur se unë. Ju e gjeni emrat më bukur se unë. Por ama që Dibra është grua që në Dibër gratë janë shtyllat e pazëvendësueshme. Kët unë nuk e diskutoj fare, edhe sigur ta di se gjithë burrat vendosin që të më kthejnë kurrizin. Por nga ana tjetër unë e kam kollaj ta them se unë e di që s'ka burr të mençëm që nuk e di që fuqin e ka ke gruaja. Nuk ka. Nuk thot kot ajo fjala që mas çdo burri të suksesshëm është një grua e mençur dhe e fortë. Kështu që jemi të qartë për këtë. Jemi shumë të qartë për këtë. Unë besoj shumë që ne kemi në dorë një fat që na erdhi ne shqiptarëve të ditëve të sotme. Një fat që të bëjmë histori. Nuk i ndodh gjithëve. Mund të jetosh një jetë tërë dhe nuk të ndodh që në një palë zgjedhje
të kesh fatin të bësh historinë e vendit tënd. Nuk të ndodh. Ne na ka ardhur në dorë që me votën për 4 vitet e ardhshme të përcaktojmë dhe historinë e Shqipërisë për pjesën e mbetur të këtij shekulli, duke përcaktuar që Shqipëria duhet i mbylli negociatat me Bashkimin Evropian, brenda 2027-s duhet bëhet antare e Bashkimit Evropian dhe të gjithë shqiptarët duhet ta marrin atë pasaportën evropiane që është jo vetëm me zakon, por dhe me ligj, një status i ri, dinjiteti dhe barazie si qytetar të kësaj Europe. Tani, keni parasysh që Europa, Bashkimi Evropian është një shtëpi të pasurish. Nuk e mban derën hapur gjithkohës. Madje në pjesën më të madhe të kohës dera është e mbyllur. Duhet merren vesh 27 aty mren që të hapin derën. Ajo që ne kemi dashur që ditën e parë ka qenë që të futemi brenda, por asnjëherë dera për ne nuk ka qenë e hapur, vetëm fjala ka qenë, vazhdoni punën, përpiquni një ditë do vini etj etj. Dhe sot ka ndodhur ajo që duke e pabesueshme. Ata e kanë hapur derën për Shqipërinë. Dhe na kanë dhënë 2 vjet afat, 3 se kemi filluar që vjet negociatat për të bërë antar të Bashkimit Evropian. Tani janë 250.000 e kusur faqe që ne duhet i kalojmë një nga një atje në negociata me ta, të merremi vesh, duhet marrë ky vendim, duhet marrë kjo mas, duhet bërë ky plan, duhet kaloj ky program, duhet bëhet ky ligj, e ne atje themi po, bijem dakord. Tashti e kuptoni ju që mos kemi fuqinë këtu, të kthehemi këtu, edhe të duhet të bindim kënetën, hajde votoni dhe ju se na duhet, edhe si mund t'i themi në atyre në Europë që shikoj ju e keni hap derën, po prisni se ne nuk jemi vetëm njerëz siç na shihni, kemi dhe i buf mes nesh. Si t'ja shpjegojmë të? Apo ca që thonë jemi parti të reja, që të re kanë vetëm moshën e kryetarëve se s'kan asnjë gjë tjetër. Ato partitë e reja janë një rikthim në fush i farës së vjetër të ndjerës LSI. Ju kujtohet? Ju kujtohet se çka kemi heq me atë farë, edhe se si një parti e vogël merrte peng dynjan për interesat e veta, eksakt e njëjta gjë janë edhe këto trejat që kanë dalë. Asnjë gjë më shumë, asnjë gjë më pak. Dhe dëgjojeni vetë kur thonë, po ta kemi në dorë në 11 maj, ne do kërkojmë zgjedhjet parakoshme. Domethënë ne duam të futemi në BE, ata duan të bëjnë zgjedhjet parakoshme. Pse? Për ta marrë peng popullin që o ne në karrige, o s'ka qeveri, Tashti ata nuk do më arrin të asnjë gjë, as të mëdhejt, as të vegjlit, as këneta, as moçalet. Çështja është sa do arrim ne. Dhe këtu s'është fjala që ne të kemi numrat për të bërë qeverinë, se kjo as nuk diskutohet. Këtu fjala është që ne të kemi një fuqi vendimmarrëse që të ecim përpara dhe të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian. Dhe besojeni këtë gjë. Shqipëria në BE është një Shqipëri tjetër, komplet. Është një Shqipëri e re. Është një hapësirë e re. Është një horizont i ri. Është një shpresë krejt e re për të gjithë dhe sidomos për gjeneratën e re. Shqipëria në Bashkimin Evropian nuk është më vetëm. Dhe po ju jap një shembull shumë thjesht. Nëse sot ne kemi bërë shumë punë, edhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian, edhe për infrastrukturën, edhe për energjinë, edhe për bujqësinë, edhe për arsimin. E gjithë ndihma e tyre në gjithë këto vite ka qenë 1 miliard e diçka më shumë euro. Kur ne bëhemi antar, 1 miliard e diçka më shumë euro i marrim çdo vit nga ajo shtëpi e përbashkët. Sepse ajo shtëpi funksionon tamam si shtëpitë tona. Kush është më i rritur,
ndihmon më të vegjëlit. Dhe për bujqësin, kemi bërë agroturizma, kemi bërë agropërpunim, kemi bërë pika grumullimi me ndihmën e tyre. Po kemi marrë shumë më pak se 200 milion euro. Në momentin që hymë në atë shtëpi, 300 milion euro vinë çdo vit nga shtëpia e përbashkët. Tani, kjo është një ardhme që deri dje ka qenë një ardhme e largët. Sot kjo është një ardhme që është këtu. Është në dorën tonë, është këtu. Në dorën tonë. Dhe ne duhet me pesën ta kthejmë në të tashme të Shqipërisë, të shqiptarëve. Prandaj do ju lutesha shumë grave dhe vajzave në radh parë që të bëjnë çdo përpjekje që të bashkojnë të gjitha mikeshat e tyre, fqinjet e tyre, shoqjet e tyre, krushkat, vjerrat, gjitha që PS-ja, PD-ja, RRR-ja, DDD-ja nuk janë çështja kryesore e 11 majit. Çështja kryesore e 11 majit është një shpresë e re për Shqipërinë me BE-n në Europë, apo Shqipëria e gjitha mbas një plaku të pa shpresë, të lodhur dhe të mbaruar, që harron ku e vuri kryefjalën dhe ha rrugës kallëzuesin. Kjo është zgjedhja midis të mirës përbashkët të një populli tërë edhe interesit të një grushti njerëzish. Se rruga e Arbrit nuk është rruga e socialistëve, është rruga e socialistëve, e demokratëve, sepse mbi të gjitha është rruga e Dibranëve, e Bulqizakëve, e Matjanëve. Prandaj në zgjedhje 11 majit nuk duhet shku me fanell partije, duhet shku me flamurin kuqezi. Keni parë ndonjë flamur të Partisë Socialiste në për takimet tona? Jo, sepse 11 maj, në 11 maj Partia Socialiste nuk është qëllimi, është vetëm një mjet. Partia Socialiste është makina ku duhet hypur për të vazhduar rrugën përpara, por nuk është vetë rruga. Rruga është Bashkimi Evropian. Rruga është rruga e këtij flamuri. E këtij flamurit Skënderbeut. Profetit historison që na e ka lënë profecinë kur i vuri barikadën perandorisë atje në Krujë dhe kur e përcaktoi fatin ton me perëndimin, jo me lindjen. Është rruga e këtij flamuri që rilindasit e mbrojtën bashkë me gjuhën tonë, edhe na e lanë të shkruar në Shqip, dielli për ne shqiptarët lind andej nga Perëndon. Është rruga e gjithë popullit që doli në rrugë pa udhëheqje, pa njeri, edhe i doli nga shpirti dum Shqipërinë si gjithë Europa. Kjo është rruga. Partia Socialiste është vetëm makina. Tani është gjithë kjo makinë, super makinë. A mund ta lesh të makinë dhe të shkosh të hypësh Gamorit? Si bëhet kjo tani? Me që Gamori ka Samarin blu. Ku do shkosh me Gamorin? Merë mërvlla makinën. Merë dhe shko plum pushke në Bashkimin Evropian. Shumë faleminderit. Rof Dibra, Rof Mati, Rof Klosi, Rof Bulqiza. Rofshin nëna Dibrane, motra Dibrane, gratë Dibrane, vajza Dibrane dhe pa tjetër edhe gjithë burrat e Dibrës që do të ndahen nga këneta. Shumë faleminderit.
Kush ta bëj foton? Falenderoj, hajde klon ti pa ty që na jetë. Albi, ka bëj çfarë Gjithmonë të Shqipërisë! Drejt Zoti! Giro d'Italia! Esa!